Do të mbetemi tek zhvillimet politike në vend, kryesisht tek Bashkia e Tiranës dhe emrat që po diskutohen nga ana opozitës për një kandidat të mundshëm, por edhe për zhvillimet tjera. Me mua në studio është kryetari i Partisë Demokristjane, zoti Nart Ndoka. Faleminderit që jeni këtu. Nësi, faleminderit. Opozita është përfshirë në një proces për zgjedhjen e një kandidati për Bashkinë e Tiranës. A jeni ju pjesë e konsultimeve? Po diskutim që po, është një proces normal, një standard të ri, madje i vendosur nga Partia Demokratike si partia më e madhe e opozitës, ndryshe nga Edi Rama, i cili nuk pyet as strukturat, as leadershipin e asaj partie, madje as vetë kandidaten. Pra, dhe ishte e surprizuar kur mori vesh se do të kandidojnë për Bashkinë e Tiranës. Se mendoni që ka qenë, me qenë se dolim këtu, ka qenë një njoftim i momentit, i pa njoftuar më herë zonja Manastirliu? Pa diskutim që po, pra ajo u duk për te teatri që Rama i bën këto, por janë elemente që të gojnë qartë, që në fundit ishte një goditje, edhe pra te nuk ishte në një kënaqësi, që të përballësh sot në këto kushte, kur ajo vetë ka akuza, jo vetëm publike, por shumë më tepër ka probleme me sistemin e drejtësisë, ka drejtuar 5 vite Ministrinë e Shëndetësisë, duke hapur një grop shumë të madhe me halle, janë qindra jetë qytetarës janë përballur me sistemin e kalbur, me onkologjikun, ku edhe banat janë vjedhur aty. Pa diskutim një keq menaxhim të Covidit, pra ajo zonë ishte kandidatura me papërshtatshme, mund të them, me gjithat ansamblin e hajdutave që Rama ka rreth vetës, kështu që nuk do të kishte në kënaqësi të madhe që t'i shtoj vetes edhe një barr me Tiranën, që dashje pa dashje, kush futet me Ramën sot mund të jetë përgdhelur atij, nesër mund të ketë fatin e Erion Vilicit, nuk është puna që ne kemi parë në divergjencë edhe mes tyre dy personazheve, por janë interesat, janë konfliktet që ndodhin gjatë rrugës. Kështu që duke parë në këtë sens se të paktën opozita ka një standard tjetër, ka një konsult përtej edhe vetë Partia Demokratike edhe me aleatet, me çdo parti politike që e ndjen që është pjesë e opozitës, çdo parti politike që e ndjen që ne kemi përballë një kryeministër i cili është armik i votës, e ka shpallur atë, pra nuk është për standarde, nuk është për një gardë ndershme dhe i përdor gjitha mekanizmat. Kështu që përgjithësia kujdo përtej atyre që mund kenë dëshirat për emrat veçantë, apo për bashkëpunimet me opozitën, apo kritika për personat të veçantë, nuk është momenti, edhe për faktin që janë zgjedhjet pjesshme, nuk ka ngarkesa politike, pra asnjë parti politike sot nuk përfasohet me këshillat, se kur janë edhe këshillat bashkiak, janë ato interesat apo pjesa pragmatiste e çdo partie politike opozitare. Kështu që në këtë sens besoj që ndahet edhe një farë mënyrë edhe kampi politik, një që rrin jashtë edhe në këtë realitet të trisht, që gjithë secili prej këtyre e ka provuar manipulimin e zgjedhjeve, e ka provuar mikurriz. Pra edhe këto partitë e tjera, përveç Partisë Demokratike, janë skema alarmante, më them, madje kjo është edhe hezitimi që edhe raporti final i EUSEBE-Odirit, imagjinoje që çfarë ngarkese të madhe ka, se gjithmonë është bërë publik me një prill shpejt, pati një raport para prak, por jo ai final. E kuptoj. Cilat janë marrëdhëniet tuaja aktualisht me Partinë Demokratike? Janë normale, marrëdhënie institucionale, mund të them, për faktin që Partia Demokratike po përpiqet madje ta zgjerojnë arkun opozitar, dhe kjo është një lajm i mirë, edhe me ato parti politike që sot janë në parlament apo jashtë parlamentit, që kanë një peshë elektorale, që edhe ky kohë zgjedhor që ne kemi mbi kurriz, i duhet edhe një vot kujdo për mandatin, pra nuk përjashtohet askush nga mosia e një bashkëpunimit, dhe Partia Demokratike edhe me grupin negociator ka hidhur një hap pozitiv, më them, që të paktën askush nuk ka alibin për të thënë apo për ta refuzuar një mundësi të tillë të bashkëpunimit. Kuptohet që pa vendos kushte për në frimin e një dialogu dhe mirëkuptimit.
Ka ndalë aktualisht 3 emra nga radhët e opozitës, ose më saktë janë propozuar 3 emra: Florian Haçka, Elira Çepani dhe Ermal Asimja. Ju lutem nga një koment për secilin prej tyre, si i shihni? Janë emra publik, në një farë mënyrë të njihen nga publiku. Ajo që unë kam kuptohet që është me një vërejtje karakterit politik, që ne do të rendim drejt një kandidatit përfaqësues edhe si kanë fitu kauza. Pra, edhe për publikun, kauza qytetare, kauza politike, kanë qenë promotor. Unë gjithmonë jam për një kandidaturë politike, thëmë të drejten, për faktin e përgjithësisë që ka Bashkia e Tiranës. Kuptohet që gjithmonë historikisht kryetari i Bashkisë Tiranës ka qenë një ndër figurat kryesore të opozitës apo të mazhorancës, dhe kjo është një prej arsyeve që Erion Velia sot nuk është më, për faktin që tentoi përpara që të vinte rradha që të zgjidhte vendin e Tiranës. Kështu që duke parë në këtë sens, unë nuk mund ta shoh kandidatin për kryetar bashkiet një person që nuk vjen nga politika aktive. Se janë përgjithësi ato, që do të bashkëpunosh me Këshillin, me pjesën programore, do të mbështetesh te partia më e madhe e opozitës, se nuk është problemi që po merr drejtimin e një shoqate, është bashkia më e madhe e vendit dhe kërkon një përgjegjësi absolute. Por gjithsesi, derisa ne jemi një proces gjithëpërfshirës, se ka edhe partitë të tjera që kanë idenë e përfaqësimit me njerëz që vinë nga shoqëria civile, kjo të paktën nuk kanë ngarkesa politike, nuk kanë akuza të tilla. Cilido prej variantave kuptohet që ka edhe një lloj sondazhit në aspektin edhe tek qytetarë, cilin prej këtyre dy mundësive ato preferojnë me tepër, duke qenë ngarkuar politika shqiptare, ndoshta do të ishte optimale që ne të jemi me një kandidat paktën që nuk ka ngarkesa politike, që ka një lloj garancie që nuk mund të jetë një ushtar i politikës, dhe këto ndikojnë për fatin e keq edhe tek emrat politik. Kështu që është mes dy zgjedhjeve ka rëndësi procesi që të jetë transparent, të jetë i besueshëm, pra t'i krijojnë mundësinë çdo partie politike që t'japin mendimin e vet dhe në fund për të bërë pjesë e këtij aksionit. Besoj që përballja me Edi Ramën është shumë e rëndësishme që këto pjesa formale e këtij procesit, qofshin edhe emrat, thëmë të vërtetën, që nuk është se ka në një ndryshim shumë madh në këtë balë politike që ne sot jemi, që edhe këto emrat nesër do t'jenë me mjaft prita përpara, me mjaft sulme përpara, për faktin që Bashkia e Tiranës ka një alarm nga Rama. Pra, duke shkel kushtetutin, duke detyruar presidentin dhunshëm që të dekretojnë një datë të zgjedhjes, Rama e ka një hall, pra ngutjen e tij. Çfarë halli mendoni se mund të ketë zoti Rama? Pa diskutim që Rama ka shumë halle, po një prej halleve që ka për Bashkinë e Tiranës ka që ta paralizojnë Erion Velin sa më shpejt të jetë mundur. Pra, ta mbyllin përfundimisht edhe pjesën e tij, kapitullit jo vetëm politik, por edhe në aspektin me drejtësinë. Pjesa e dytë është që ky vetë pret një goditje, pra e pret jo me kënaqësi kësaj rralle, atë që u ka uruar kundërshtarëve dhe ka punuar që ta kenë, mund ta presim një korriz. Për çfarë goditje e keni fjalën? Po, pritet një goditje nga Spaku? Pritet një goditje nga SBA-ja, të jemi krejt qartë. Pra janë dy dosje që... Konkretisht, keni ndonjë informacion më shumë, zotin Ndoka, në lidhje me këtë? Për ta kuptuar më qartë. Të thëmë të drejtën, shumë vështirë që të kesh informacione të sigurta, se nuk është edhe mirë që të abuzojmë, por unë shoh realitetin, shoh gjurmët, shoh provat. E kupton ti që Edi Rama është një personazh që ka disa muaj që nëpërmjet lubinësve është i gatshëm shpenzojnë milionë de dollarë vetëm ta takojnë Trumpin. E pat mundësinë, që atë fotografinë që e bëri Bayram Begaj e bënte Rama, nuk është se ky
personazhi tha Ramës se dëshkojë, nuk dëshkosh ti, pra nuk e lëndën asnjë lloj çmimi që ai të ishte prezant, që ta bënte një fotografi familjare, zyrtare, rutinë është ajo, po edhe këtë që ky ka shku si gruaja e Bilalit aty edhe prej fotografi me Obama, një kjo si ishte falas. Pra në këtë aspekt kjo tregon që Rama ka një hall shumë madh me Shaban. Pastaj kush janë informacionet? Informacionet janë që ky e ka marrë një zarf që paraprakisht i thotë, ashtu siç i kanë thënë zotit Berisha përpara, pra i lajmëro që ti je pa dëshirueshëm për Shaban, që nuk mund të thosh që mund të jetë non grata, është person në hetim, mund të jetë edhe frika Ramës, se si ka asnjërin prej këtyre, por ka frikë se edhe kur ishin demokrat në pushtet, kur kishte Sorosin në telefon, e majtën 2 orë në pyetje FBI. Kështu që me këtë realitet tjetër më shkojnë atje, po ato s'majnë 2 orë, se ka ndryshuar realiteti, s'ka kujt i bjen telefon. Dhe mund të amanin edhe një javë apo fare. Pra, ky është një hall i madh që nuk mund të them se cili është zarfi që i kanë thënë që je non grata, por do të shpallet në momentin e dur dhe në kohën e dur, apo është frika ti. Pra, vetëm të dyja janë. Mes tyre dyjave, unë të them të drejtën, zgjidh me tepra atë që këte po ndjek fati i Berisht, se edhe Zoti është i madh, se përpiqesh ti hapësh gropën tjetrit dhe bjen vetë brenda. Kjo mund të jetë në bazë një logjike normale për te aludimeve, por këto janë realitetet, është se ne kemi një lajm se zëvendës ambasadorja ka shku dhe ka taku drejtoreshën e kabinetit e tij, që ky nuk është standard zyrtar, se zëvendës ambasadorja takon kryeministrin. Po kur dëzon një zarf zyrtar me protokoll që jep dikujt në dorë, takon drejtoreshën e kabinetit. Pra janë gjurmë, janë fakte që ne na bëjnë të mendojmë që diçka është aty mes tyre. Pastaj fotografia famshme. E kupton ti me shpang deri Ramën ishte nisë në kam, kishte gjysmë në rrugë deri afër oqeanit. Me kape avionin me shku. Kjo është ëndra e jetë, se me atë, me i fotografi me Trumpin, kishte kalu edhe një 6 muaj tjera me realitetin e kësaj propagandit që ka ky. Pra, kjo është halli, unë shoh se ka një hall shumë madh, pra realisht e kam, nuk e kam për në aspektin politik të një abuzimit. Për faktin që gjykata kushtetuese, ajo që kemi ne, që edhe ajo është bërë cop-cop, po të pakten e tha një gjysmë fjale që zgjedhjet nuk mund të mbahen pa pas një vendim gjykatës kushtetuese. Edhe presidenti i Republikës. Do të thënë, është absurdi që në momentin që i interpreton presidenti vendimin e gjykatës kushtetuese, kjo është fundi. Pra e detyron edhe vetë presidenti, ma nuk e ka... Si lexuat argumentet e presidentit, me qënë se dolëm të kjo pjesë, sa i takon zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës? Po, kjo është edhe turpi më i madh. Pra, që mirë që nuk e respekton vendimin e gjykatës, po e interpreton atë. Pra, këshilltarët e presidentit dalin edhe mbi gjykatën kushtetuese me argumentin e tyre. Duhet ta kishte pritur presidenti vendimin e kushtetueses? Po është minimalja kjo që mund bëjnë. Të paktën presidenti ti kishte kërkuar, se edhe këto gjyqtarët e kushtetutës bëjnë që kanë fatet e kombit në dorë. Kjo është puna më e madhe. Jo vetëm kombit, por edhe botës. Vjen një rast, por merr vendimin për 3 ditë, se nuk është një procedurë që dën studim shumë madhe. Është e qartë ligji, kushtetuta, precedentet që kemi pas përpara, standardet që janë të vendosura. Po kjo gjykata do me shtyp pa fund. Atëherë presidenti mund të kishte bërë thirrje publike, se këto edhe ku i thirrën në zyre nuk nigjojnë. Po në mënyrë publike duke i thënë që unë kërkoj një vendim të shpejt që të shprehet gjykata kushtetuese me këtë ngerëz politik që sot ka Shqipëria. Dhe nëse gjykata kushtetuese merr dhe vendim favor, që e merre, nuk është problem, e gjykat nuk është jashtë kthetrave të Trumps, po këto nuk pyesin as të. Pra këto nuk duhen me as një javë kohë, se për një javë vendim me gjykat, ajo merret për 24 orë. E kuptoj. Se s'ka nej filozofi shumë madhe, se nuk është një çështje me të panjohura, me dëshmitare, me zanafill në ngjarjet. Pra kjo është një realitet që ato mblidhen dhe japin vendimin përfundimtar të formë shprehje.
Pra edhe kjo që veproj presidenti Republikës, paktën unë e njoh vetë personalisht, edhe ai nuk e ka dëshirën që të shkelin mbi këto drasa që krijojnë konflikte, për faktin që presidenti është mipal, por në këtë rast jo vetëm që nuk është mipal, por kjo është fut fare poshtë palës, duke krijuar një precedent të rrezikshëm, mund të them, për faktin që ai mund t'i dekretonte bashkitë e tjera që s'kishin pengesa të tilla, edhe mund ta anashkalonte Bashkinë e Tiranës për një periudhë tjetër, ose mund të priste edhe 4-5 ditë duke i kërkuar në mënyrë publike gjykatës kushtetuese, po jo të interpretojnë këshilltarët e presidentit venimin e gjykatës kushtetuese. Kjo është kulmi, se këtë e ka bërë Rama, mëse nuk është se e bëjnë ato. Se dhe ato kufomat që ka aty, Rama e dërgon atij. Se kjo është edhe problemi, se ne s'kemi një institucion presidentit. Përveç se s'kemi një president, po s'kemi asnjë institucionin, se institucioni është shumë i rëndësishëm. Që nëse ka këshilltar me integritet që njohin ligjin kushtetuesen, ato mund t'japin dorëheqjen, nuk do t'i pranojnë këto urdhra, se është turp. Se është garanci në fundit, institucioni është garancia, nuk janë individet. Individet japin kontributin e tyre profesional, moral, politik, ligjor, në këtë sens. Dhe kjo, të them të drejtën, po tregon që kjo vetëm republik nuk është. Kjo është një republik bananësh, republik droge, republik grupesh kriminale, republik hallësh, por jo republik e Shqipërisë. A duhet të ndërhyjë opozita që të çojë dekretin e presidentit në kushtetuese, në këto kushte që ndodhemi? Po, kjo është si një lloj kungulleshësh, se është kërkesa, pra është e njëjta gjë, edhe nëse opozita dërgon nesër, gjykata kushtetuese e ka. Pra nëse do të kemi përgjegjësi kushtetuese, gjykata do të pronte të shtimon me një herë. Pra në momentin që presidenti shpall dekretin, ai do t'i dërgonte direkt shkreje zbanim nërmjetëm, do të mblidhë prapë, pra do t'a gjetën një mënyrë për me penguar dhe dekretin, nëse do flasim për shtet ligjor. Por për fatën e keq, ne kemi edhe gjykatën kushtetuese që përpiqen nëpërmjet këtyre mekanizmave që t'i krijojnë hapësirë edhe presidentit edhe kryeministrit. Edhe kjo është rreziku më i madh i këtij vendi, që ne kemi edhe venime të gjykatës kushtetuese që nuk janë zbatuar nga Rama. Kjo s'ka ndodhur ndonjëherë në 30 vite pluralizëm përveç me këtë kryeministër. Që ky jep vetes atributin që më thonë që jo, ky venim është i drejtë, jo, ky nuk është i drejtë. Apo filloi edhe presidenti duke interpretuar edhe ky venimin e gjykatës kushtetuese. Kjo është skandaloze. Pra, nëse ka pas akuza për zotin Berisha për para që interferonte, për të paktën venimet e gjykatës që i ka zbatu, kurse ky, jo vetëm si interferon, jo vetëm si ka shkel me kam, jo vetëm si emron i shkon sipas dëshirës, por ky edhe ato venime që ato i marrin nuk i zbaton. Kjo është, nuk e kuptoj se si mund futet opozita në këto zgjedhje me këtë mënyrë, me këtë personazh që ky kur nuk respekton venimet e gjykatës kushtetuese, si do ta respektojnë votën e qytetarëve nesër në ato zgjedhje. Pra edhe kjo pjesa e këtij venimi të opozitës që nuk i bojkotoi zgjedhjet. Jo, mos i bojkotoi zgjedhjet, po bllokoi zgjedhjet. Se kemi përballë një kryeministër që nuk e don votën, kemi përballë një kryeministër që ka hallë shumë mikorrist. Nuk do të presim ne kur t'i vinë nga SBA-ja, se mund të vinë nesër dhe kjo punë zgjedhjet. Po të paktën bëjmë detyrën tonë. Se ne kemi me të që kur ta godasin tjerë që s'kemi që me i bë këtij personazhit. Ky në të kushte jemi për hir realitetit. Se sot nuk ka një opinion, e kupton ti që çfarë do veni edhe të botës të njerëzit po i djegun edhe institucionet, po i kapin politikanët e i fusin edhe në lum. Pra ne kemi një kryeministër që ka gjysmën e qeverisë në burg edhe është kryeministër gjithë habitën. Ja pata kontaktën me 12.000 italianë, orë thonë me të vërtetë kryeministri Rama i ka personazhet në burg edhe ai vazhdon të jetë. Ku i thamon që po, është në vërtetë, thotë, çka mundsi, si nuk ka reagim. Ne do të diçë Italia, do të diçë Greqia, nëse do të ndodhë një gjë tjetër. Pra, edhe opinioni ka një problem shumë madh qytetar, mungesa e reagimit. A janë defektet të opozitës? Pa diskutim që humbet shpresa edhe tek qytetarët, se nuk mund i venoset faj vetëm qytetarëve. Që por sillesh këto humbet edhe besimin e tyre, thotë shohim ato hallet tona se politika nuk po na e zgjidh, po na ngatron edhe më tepër. Zotin Doga, faleminderit shumë që ishit në studio. Kënaqësi, faleminderit ju.